Ky emision mundësohet nga Një përshëndetje shumë e madhe për ju që sapo filluat na ndiqni. Me mua Albinën do të jemi në minutat në vazhdim, ku do ju tregojmë fillimisht për historitë e fundit nga bota e artit, kulturës dhe showbizit, por do flasim edhe për diçka tjetër krejt interesante. Si fillim duhet me falenderu Lorana Beauty që për këtë herë është përkujdesur për dukjen time. E ti shikues po të them që e di që ke qenë në koncertin e Fifit edhe ke shiju maksimalisht sikur puna jonë. Çka ka ndodhur atje, kë e kemi intervistu dhe shumë çka tjetër, do e kuptoni në storyn e parë. Milident, ordinanca stomatologjike që përdor teknologji moderne. Trajtime të shpejta, rezultate perfekte. Staf profesionist që përkujdeset për ty në çdo herë. Milident ka ndërtuar reputacionin e saj mbi profesionalizmin, përkushtimin dhe kujdesin ndaj pacientit. Buzëqesh më shumë, ndihë më mirë. Mos prit më, Milident të jep atë që kërkon, shpejtësi dhe cilësi. Milident, buzëqeshja juaj pacioni ynë. E kishte paralemruar kohë më parë bëhet fjalë për Fifin dhe koncertin e saj me laps e letër. Pallati Kongreseve në Tiranë u mbush me adhurues të muzikës së këngëtarës. Nuk munguan asnjë banorët e edicionit të 5 të Big Brother VIP Albania. Fifi pranoi mirënjohje dhe dashuri nga publiku, të cilët i kanë dhuruar lule. Vlen të përmendet se gjithë koncerti ishte totalisht live, e që bashkoi muzikën e gjallë, interpretimin dhe rrëfimin artistik në një mbrëmje të vetme. Ka sjell një përvojë të veçantë për publikun që e ka ndjekur rrugtimin e Fifit ndër vite. Një nga momentet më emocionuese të eventit ishte padyshim prania e Theo Mal në skenë, pasi koncerti përkoi pikërisht në ditëlindjen e tij të parë. A të takojmë bashkë happy birthday? Happy birthday. Gjatë spektaklit, ajo ndau skenën dhe me kolegë si Young Zerka e performoi hitet e saj më të njohura. A do merja pjesën në Big Brother? Nuk e kam menduar me thënë drejt, oferta kam patur, por nuk e kam akoma, nuk jam gati për një gjë të tillë, sepse me thënë drejtën nuk jam mësuar të ri izoluar. Unë jam kështu si shpirti lirë, themi. Por që je duke punuar. Patjetër, unë jam duke punuar edhe në bashkëpunime, po edhe në sole. Pafund. Kështu që këtë gjë ja u premtoj. Kënaqësi shumë e madhe, suksese. Faleminderit, ishte kënaqësi, faleminderit edhe ju. Ditë më parë, dyshja Fifi dhe Piro Çako plasuan projektin e përbashkët Të kam në mend, e që mori komente pozitive. Kantautori shqiptar ishte pjesë e këtij koncerti ku ngjit në skenë për të performuar këtë risi. Piro, kënaqësi shumë e madhe që më në fund po takohemi, si kalove dhe si po shkojmë projektit që sapo e keni lansu. Projekti duket se po ecën mirë. Sot në recitalin e Fifit unë kisha dëshirë edhe Fifi vetë që ta knonim dhe njëherë këtu përpara publikut të Tiranës.
Dhe me sa unë isha ndoqja koncerti shumë i bukur. Unë ato fjalët për Fifin I thash, është një vajzë, një artiste që premton shumë edhe ja uroj këtë gjë që të ketë një karrierë akoma dhe më të madhe. Unë sot isha pikërisht për ta mbështetur si brezi im, që jam brezi më I vjetër. Unë shpresoj që të ketë sa më shumë si këta koncerte, se vërtet janë koncerte të bukura dhe që mbledhin njerëzit, mbledhin gjithë miqt dhe japin atmosferë. Dy mish prej kohësh të Fifit janë dhe Tiri e Krisa, të cilët I thanë disa fjalë për kamerën në zonë. Një prej qifteve më të komentuar atë kohëve të fundit, po si arritët më ta mbani të fshehur? Hajtë po filloj me Krisën se ishte një intervistë, ta ka diçka tha po jo s'do ta zbuloj. Po tani ç'a të bëjmë? Kështu e kishim lënë me fjalë. A e patet vështirë një herë ta fshehit? Dëgjoj, në fillim jo, sepse normalisht paktën unë, po deri diku edhe tjerë jemi ruajtur. Më thënë kemi përpikur ta mbajmë më së miri privatisht, e dinin vetëm njerëzit e afërt. Plus edhe në publik nuk se dukeshim shumë, pra sa ka kaluam nga ekstremi në ekstrem, nga shumë të fshehtën edhe e mori vesh gjithë Shqipëria. E tham një rrugë të punë, sa mos I themi një nga një. Si u duk sonte atmosfera për të shakave, duke u ru gjithmonë shëndat e mbarësi. Jemi kënaq sot për zotin, domethënë kemi kërcy, kemi këndu, më ka ikë zëri më shumë sa Fifit, edhe jemi kënaq. Fifi ka kallë, ai ka kallë. Unë që në momentin që e kam njohur Fifin, s'kam pushuar asnjëherë të talenti që ka, të artistja që është njëri me zemër shumë të madhe, është njëri që punon fort, e don gjën që bën, ka një pasion shumë të madh për muzikën dhe për artin që ajo prodhon. Dhe e dija shumë mirë që ajo do kishte punuar me mishë me shpirt për këtë koncert. Le të themi që ajo e bindur që do zjasë dhe ka bërë turne. Ka vendosur një standard të ri me këtë që bëri sot realisht. Do ta kishë bërë para, patjetër. A mendon se do të shkonte një koncert un po e shoh prezantuese Krisën. Ta bëni kështu dy në një. Është shëndër sigurisht. Një koncert I gjithë I imi është shëndër. Por që tu pa tu bë. Për momentin kemi plane të tjera. Okay, si po ju shkojnë emisione dhe si jeni për 7-2, sa po ka rëndësi jeta private, tashmë publike, pothuajse me qenë bashkë edhe në projekte? Pjesëmarrja jo në Big automatikisht na bëri që dhe anën tonë private mos ta kemi shumë problem për ta shfaqur në publik. Kështu që dhe në emision ne përpiqemi të jemi sa më të lirshëm, sa më komod. Dhe emisioni është I tillë, është morning show, kështu që përpiqemi të jemi sa më cool, sa më chill. Nuk e patëm problem. Mendova sikur do lodheshim pak me njëri tjetrin, duke qenë se punë me njëri tjetrin, jashtë punë me njëri tjetrin, po jo, nuk e kemi ndje fare me thënë. Zën ka fundit, na zbuloni rrugës sot. Po tani te parkimi. Po, te parkingu makinas aty. Po gjërat vogla. Kemi gjërat vogla, s'ka shërëndaje. Ti shërëndaje, pastaj do kuptoj nëse mungon ndonjëri në emision. Kjo do të thonë është receta pothuajse. Cila mendoni që është ndoshta receta se si të ruhet një lidhje shëndetshme jashtë skandaleve, po ju jeni në ekran. Do të thonë sa është e vështirë që kur dilni të dy, ndoshta dhe mund të debatoni pak edhe ta mbani ndoshta hatërmbetjen brenda vetes dhe në publik të jeni mirë. A ju ka ndodhur ndonjëherë që dilin nga shtëpia pak të sëruar? Dëgjoj, na ndodh ndonjëherë, përpiqemi që në emision deri diku mos ta mbaj mendjen aty se automatikisht reflektohet në kamera. I sqarojmë pas emisionit, çfarë do gjë që mund të thënë dashje pa dashje në cili më shumë. Për sa jo do të thoya këtë, për sa I përket skandaleve, unë mendoj që në rast se nuk do të bësh skandale, nuk bëhen skandale. Pra nuk bëhen rastësisht skandale. Ka nga ata që I mendojnë për t'i bërë, I bëjnë, ne nuk kemi ajo, nuk kemi. Nuk e bëjmë dot, domethënë është diçka që nuk na vjen, s'kemi menduar kur për shembull me njëri tjetrin që hajde bëjmë një skandal sot. Ose hajde shesim sikur jemi ndar, ne gjë të tillë. Jo, sepse neve na vin gjëra. Ide keqen pak. Ndonjëherë po mjafton që na eci video në Instagram. Milionat I marrim, kështu që apo I marrni edhe miliona kështu se goxha mirë jeni me këtë. Aty çalon puna, aty çalon puna. Po punojmë fort për këtë, por që tu pa të botë. Pra si që shia ambitort, vjen tani tek ju e talentuara Ylli Mbrëmjes, ajo që I mlodhi gjithë këta njerëz që po I shihni. Krejt këto dhe shumë epitete më të drejti meriton Fifi. Fif, si gjithmonë kënaqësi shumë e madhe të thash edhe jashtë kamerës, e kom nis karrierën me intervistë me ty dhe duket që më ka ecë mbar e nuk po e mbaroj. Jo, mos do se është veç fillime. Jo, bjen që edhe na jena tu e vazhdu edhe tu rrit edhe ti me neve bashkë. Kënaqësi shumë e madhe, kam shumë emocione krateje se ka qenë një prej koncerteve më të mira që I kom pa. A më tregon sa kohë të mori përgatitja dhe që shkoj gjithçka. E kena nis me e kena qit idenë prej në
shtator, edhe kena hedh ideja të në kohën deri në janar, eksaktësisht dhe më thonë që jina ato e bukë të gjënë kemi 3 muaj e gjys, që kemi fillu me prova, me gjëra, me bota man. Dhe më thonë, ideja të hedhe dhe më përpara, po që e kemi këthim praktik është mas vitit 3. Po, Lapse Letër, ku erdhi ideja që ta zgjedhësh pikërisht këtë titull? Lapse Letër, sepse Fifin këtë e njohin me Lapse Letër. Unë jam tekst shkruese, kantautore edhe normalisht që u dashkemi alon emrin koncertit që ashtu që shumë përfatëson mu. Nëse flasim për projektet e kalumës, kjo ishte gjithçka live, apo ta konfirmojmë një herë për gjithmonë? I swear to God, po. Nuk e di që shkom kënu inshallah s'kom stonu, ama e di që një qimë. A je mirë, ajo? S'kam za, a kuptan? Jam mirë. Sa këngë kishte krejt koncerte dhe a patë ndoshta pak hatërmbetje me ndonjë prej kolegëve që serdhe, a i keftua si ka ftu? Nuk kam asë njëherë hatërbetje me kolegë, edhe unë nuk kom pas mundësi me shku të shumë prej tyne, prej eventeve që kemi, prej planeve që bojmë, a kuptan, nuk kom ngell kur hatërin për këtë gjënë, jam falenderu s'krejt atyne që janë kanë sonte këto, ma kanë bo zemër malë se është nisja e një gjëje shumë të madhe që këna me bo edhe shqyqyr Zotit po vjen koha e lajfit. Do me thënë një prej mesazheve më të mira që kom dëgju pra po them kohëve të fundit, sepse kjo muzika playback duket sikur na ka liru pak edhe na ka bo ma përtac. Qa do ju thojë ndoshta atyre njerëzve që janë du të prit akoma se çka do sjell Fifi, sa po e ke publiku me Piro Çako, po vera duket që do jetë nxehtë. Kam shumë këngë bukra. Një prej tyne e radhës është me Oriola Marashin, singles edhe pas ne vazhdojmë bashkëpunimet e tjera. Po shpresoj shumë që kanë mu përqafu këngë, që ashtu që kena punu me shumë dashni edhe me shumë zellë në to edhe veç dashni kena me thonë. Për fund, Lapse Letër, a do jetë edhe në Prishtinë? Po, do jetë edhe në Prishtinë, do jetë edhe në përvenet tjera Shqipni-Kosovë, përveç Prishtinës, me datë 25 prill 2023, Lapse Letër e nisi si parin dhe vazhdon turin. Fifi, knasi shumë e madhe, nuk po marrim kohë se janë njerëz të pritur të përqafu. Ishte shumë knasi. Shumë faleminderit juve që keni ardhur. Nuk e di, shumë faleminderit. E di që ke edhe emocione, kështu që faleminderit. Shumë faleminderit. Kjo ishte një mbrëmje që foli me ndjenja, një rrugtimi ndërtuar me Lapse Letër. Çdo këngë solli një histori, çdo varg preku një kujtim, duke e kthyer skenën në një hapësirë të sinqertë emocionesh. Mere jetën time ta kom fal, mere po t'ja po spyt, po t'ja mere sytë mi o t'i kom fal, mere po shpyt. Publiku nuk ishte thjesht dëgjues, ishte pjesë e këtij rrëfime. Dhe së bashku kanë krijuar një atmosferë që do të mbetet gjatë në kujtesë. Ju do! Jemi së